Mjeken Aurora Dollenberg dua të përshëndes në këtë moment, na bashkohet në një lidhje të drejtë për drejtë nga Gjermania, sikurse dhe mjekun Albert Troci që na bashkohet nga Italia. Mirë se vini, kënaqësi që jeni me ne. Përshëndetje. Temperatura rekord, madje thirrjet e një dite më parë, nëse dua ta nis nga Italia jon fqinje, ishin kujdes edhe nga breshri sepse mund të rrezikoj jetën, apo jo, zoti Troci? Shoh që jeni në ambiente të jashtme, kam përshtypjen temperaturat e larta i bëjnë përballimin, sidomos gjatë ditës, të thuajse të pamundur, apo jo? Po, është vërtet, kemi patur, siç e dini, këto fenomene me temperatura shumë të larta në Itali, por nuk është vetëm si thua kulmi ose piku në një qytet, në disa vende njëkohësisht, që nuk ka ndodhur më përpara. Edhe ka ndodhur edhe këto fenomenet siç e përmendët ju, për shembull dje në Milano pati breshur shumë të madh me kokra gati më të madhe se një top tenisi, që shkaktojnë të dyja këto fenomene, shkaktojnë siç e dini, mund të kemi probleme. Problemi kryesor është temperaturat e larta që po kemi në gjithë territorin e Italisë në këtë periudhë. Kemi patur, siç e dini, nga Ministria e Shëndetësisë, sidomos në Itali, thirrje disa hershme për të informuar popullatën, sidomos ato personat që janë të brishtë, siç e dini, personat me mbi 65 vjeç, personat që janë fëmijët e vegjël ose personat që janë në gjendje shtatzanie ose që kanë sëmundje të cilat mund të përkeqësohen nga temperaturat e larta. Sëmundje të cilat pacientë të cilët marrin terapi që duhet të adeguohet me me temperaturat shumë të larta dhe të vazhdueshme, sidomos në vende ku ka dhe humiditet, lagëshi shumë të lartë, ku sistemi jonë, si thua, termoregulator nuk arrin që të ftojë organizmin në mënyrë fiziologjike me mekanizmet që kanë në dispozicion. Dhe kjo është ajo që çon, siç e dinë, në ato rastet fatale të humbjes së jetës dhe kjo mund të evitohet duke patur parasysh, duke marrë pak ca rregulla që janë shumë të lehta dhe elementare. Doktor, do të pyes pak për temperaturat sot në Itali dhe të paktën në rajonin ku ti ndodhesh, në qytet? Atëherë unë tani ndodhem në këtë moment në Sardenjë, ku është ka qenë një nga vatrat më të nxehta këtë periudhë në Itali, por kemi detin edhe freskohemi dhe nuk ka shumë humiditet, ka pak, si thua, venticello, si thua, erë dhe na lejon që ta kalojmë pa probleme. Sido që tjetë në periudhën e pikut, sidomos nga ora 11 ose mbas orës 11 deri nga ora 5-6 është mirë nëse nuk kemi në gjendje shëndetësore shumë mirë të evitojmë atë nxehtësinë e fortë, evitojmë ato kontrastet e temperaturave nga ngrohti i ftoftit, se kjo çon në shregullim dhe në një si thua mos rregullim të temperaturës së trupit. Vapa këtë vit ka qenë në Itali, nuk e di edhe në vende në Shqipëri, besoj është shumë e lartë dhe ka pasur dhe do të ketë, besoj, duhet të mësohemi, sepse tani nxehtësia nuk është më një fenomen, si thua, unik i vetëm në një ditë, por është bërë një diçka me të cilën ne duhet të mësohemi të bashkëjetojmë, sepse janë këto temperaturat larta në kaq shumë kohë të zgjatura dhe në shumë vende njëkohësisht nuk është norma sidomos për vendet evropiane. Më trego pak për temperaturën në momentin që ne flasim, se dua të pyes edhe doktoreshën pastaj. Këtë moment besoj se nuk e kam eksakte, por duhet të jetë diku te 7-8 gradë. Okej. 38 ndërkohë ka arritur prej paktën një muaj edhe në Gjermani, në pjesën më të madhe të qyteteve gjermane. Doktoresha, gjermanët, nëse ne jemi mësuar sadopak, gjermanët kanë përshtypjen që nuk e kanë përjetuar shumë shpesh këtë valë të nxehtë, apo jo? Si e kanë përballuar për gjatë këtij një muaji? Po, Gjermania faktikisht historikisht është më e ftohtë si Europë Veriore dhe ne nuk jemi të përgatitur qoftë në ana e organizmit, sepse gjatë gjithë vitit i kemi një temperaturë mesatare që shkon vetëm 15 gradë, mund ta quajmë në total, dhe gjatë verës patjetër arrin dhe 30 gradë, por
të kemi në një afatgjatësi kaq të madhe, ditë kaq të nxehta, mbi 40 gradë, këto e kemi përjetuar shumë rrallë dhe përbën, siç e tham, jo vetëm nga ana shëndetësore një sfidë shumë të lartë, por edhe të organizmit, sepse e dim që Gjermania nuk është se kemi ventilatorat të shumtë ose nuk kemi ajër të kondicionuar, pra nga ana teknike ne nuk ishim të përgatitur, mund ta quajmë, për një verë kaq të nxehtë, prandaj dhe shumë pacient po këshillohen nga Ministria e Shëndetësisë, kështu që me kushte rrethanore shtëpiake, pra me shishe me akull të ftohtë, pra që gjë që Gjermania nuk e ne si shqiptar, unë si shqiptare e njoh dhe më vjen për të qeshur që po kthehemi në modën e të kaluar, si të ngrim përsëri shishet me ujë dhe t'i përdorim si kompresa të ftohti ose dhe forma të tjera, pra qoftë përdorimi në mënyrën e dur të ventilatorëve. Duhet të mësojmë gjermanëve këtu që nuk vendoset thjesht në një ajër të nxehtë që ka dhoma me 40 gradë të vendosë ventilatori, për duhet hapet dritarja, të vendosë ventilatori para dritareve ose dyerve që të fusi ajrin e ftohtë para dite ose vonë pas dite në darkë të fusi ajrin e ftohtë. Pra rregulla të thjeshta, po i bëjmë edukatën e verës së nxehtë shumë, qoftë ne si mjek, por edhe si personal mjekësor në për spitale qytetarëve dhe pacientëve, sepse popullata nuk e ka këtë edukatë të përballimit të nxehtësisë me sukses. Prandaj dhe kemi në total rritje të numrit të urgjencave mjekësore në të gjitha spitalet, në të gjitha rajonet, siç e përmendi dhe doktori, nuk është diçka që ndodh vetëm në një zonë ose 2-3 ditë ku trupi, por dhe infrastruktura mjekësore do e përballonte, por kemi javë të tëra që temperatura janë shumë të larta, madje disa thyrje të shkurtra 1 ose 2 ditore, ku edhe këtu në Gjermani kemi pasur rreshje me akull, pra rreshje të mirëfillta në formë të bore të shkrir, gjë që janë anomali, mund ta quajmë klimaterike, që për trupin patjetër nuk janë të favorshme, sepse këto ndryshime drastike nga 40 pastaj për një herë 20 gradë dhe anasjellta përsëri po na pret në javën që vajon, përsëri na pret përsëri një krizë e lartë të temperaturë dhe të gjithë janë pak në panik, mund të them. E qartë, 10.000 humbje jete të parakoshme shumica, sidomos nëse flasim për moshën e tretë, edhe doktor Troci i përmendi pak më parë, dhe paralajmërohet nga Organizata Botërore e Shëndetësisë se Europa do të përballet me javë edhe më vdekjeprurse. Ka një gjendje gatishmërie apo alerti, doktor, nëse flasim për spitalet në Itali, të paktën në spitalin ku ti punon, ka një gjendje gatishmërie për të përballuar këtë valë të nxehtë dhe flasim kryesisht për moshën e tretë, apo edhe moshat e tjera janë të rrezikuara, sidomos ata që vuajnë nga sëmundje kronike? E thatë shumë bukur, çdo moshë është e rrezikuar, janë më të rrezikuar ato që kanë sëmundjet preekzistente ose mosha e thyer ose ato që janë fëmijët e vegjël ose, siç thash më parë, gratë shtatzan. Ne kemi bërë disa mbledhje dhe kanë ardhur disa vadekume ose PDTA që themi ne nga Ministria e Shëndetësisë edhe nga Regioni Lombardia për të patur një gatishmëri për pacientët të cilët mund të kenë kriza hipertermike, kolpi dikalore, sidomos në qytete që janë të nxehta dhe kanë pak mundësi për të gjetur një zonë, si thua, për të freskuar. Kemi pasur një rritje të fluksit të pacientëve në për qendrat e emergjencës, pacientët që kanë pas probleme, si thua, nga ana ishte shkaktuar nga nxehti, sepse thjesht banalisht është dhe thjesht adeguimi i terapive, sidomos pacientët që kanë sëmundje kardiovaskulare, që marrin terapi antihipertensive, të cilët duhet të ulët doza, duhet këshillohen me mjekun, me kardiologun, sepse temperatura shumë e lartë, shumë të larta çon një vazodilatacion dhe një ulje shumë të madhe të presionit, më shumë se sa duhet. Kështu që vetëm këto, si thua, këto akorgjimenti të vogla ndonjëherë sjellin që pacienti ka ato që quhen fit, ka rëndje, humbje koshcience dhe dërgohet në spital për të patur, për të kuptuar se çfarë ka ndodhur. Gatishmëria është e plot, por është shumë më e mirë që t'i paraprim këtyre problemeve me ato rregulla shumë të thjeshta, duke pasur për herë një temperaturë, nëse mundet, temperatura të adeguata për organizmin, duke ditur ato, si thua, gjërat elementare të sjelljes, siç është edhe vetë ushqimi.
vetë ushqimi mund të jetë një mik ose arbik, sidomos në këtë moment të nxehtë, qofse ne dimë të hedhim ato produkte të cilat na ndihmojnë dhe ndihmojnë organizmin që mos të shkojnë në një situacion, në një gjendje hipertermie ose në kolpo dikalore, gjë e cila mund ndodh jo vetëm në momentin kur ti e shikon, mund të shfaqet edhe mbas 48 orëve. Kujdes nga ekspozimi shumë i lartë dhe i gjatë, si thua pa mbrojtje. E qartë. Doktor, do doja të falenderoj edhe të të përshëndesja se të kemi shkëputur nga dita jote e pushimit dhe të falenderoj shumë për këto këshilla apo që na solle edhe një panoram, pavarësisht se më pëlqen shumë pamja pas krave të tu. Të uroj një të diel të mbetur sa më të këndshme. Faleminderit për ftesën. Ndërkohë që unë rikthehem me doktoresh Dollenberg se jo më kote përmenda 10 vdekje të parakoshme shumica prej tyre. Çfarë ndodh? Tentojnë edhe të moshuarit, ata me një moshë më delikate apo ata me sëmundje, se i përmendëm të gjitha grup moshat që mund të jenë më të rrezikuara, tentojnë të sfidojnë, nuk e marrin parasysh që temperaturat e larta mund të sjellin këto dëme, trupi në një moment të papritur këputet dhe nuk e përballon dot të nxehtin, qoftë në frymarrje, qoftë në lëvizje, më pas çfarë ndodh? Pra ti ke shembullin më të mirë që në një Gjermani të papërgatitur për të përballuar temperatura të tilla pas një lloj temperature konstante për gjatë të gjithë vitit, ta kuptosh edhe më mirë se çfarë ndodh me trupin e njeriu kur në mënyrë të papritur përballet për një kohë kaq të gjatë me temperatura kaq të larta. Po, është më vërtet Denisa që grumoshat të caktuara janë kryesore të ato që preken, pikërisht sepse nga ana fiziologjike, nëse do filloni me të moshuarit, duhet të theksojmë që truri në një moshë nga 70 vjeç e sipër nuk e ka më ndjenjën e etjes. Prandaj nuk është rastësi që të moshuarit harrojnë që të pinë lëngje. Dhe unë i këshilloj pacientëve një gjë shumë të thjeshtë, të vendosin një zile telefoni dhe çdo 2 orë të pinë të paktën një gjysmë litri ose 1 orë të pinë një gotë ujë, mund ta quajmë të thjeshtë, dhe gjithmonë duke vendosur pak fare krip gjelle, sepse kemi nevojë dhe për elektrolite. Prandaj për të moshuarit këto janë ato këshillat më praktike, më të thjeshta, pirja e lëngjeve. Nëse gjatë vitit janë mësuar të pinë rreth 1 litër ujë në ditë ekstra, përveç kafeve, çajrave, suprave që mund të kenë, tani në verë e 3 fishojnë, pra 3 litra në ditë janë më se domosdoshme. Kjo do ishte për të parandaluar dehidrimin, që është arsyeja kryesore pse vinë të moshuarit në për urgjenca. Pra në momentin që kanë pirë pak, u bie tensioni, bie të fikët, kanë marrje mend ndonjëherë goditen gjatë rënies, e dim shumë mirë që të moshuarit janë më të prekur nga aksidentet shtëpiake, pikërisht nga marrjet e mendshme dhe ulja e tensionit, kështu që kemi pastaj edhe trauma të ndryshme për të evituar të gjitha këto qëndrime të panevojshme në spital. Nuk ka i moshuar që ka i shef të rinë në spital, e dim të gjithë këtë gjë, duan sa më shpejt në shtëpinë e tyre, prandaj duke qenë të kujdesshëm, një zile telefoni dhe lëngje, parandalojmë ato më të shpeshtat. Pastaj kur flasim për të moshuar që kanë patjetër dhe medikamente për zemrën, për tensionin, për diabetin, këtu duhet, që tha edhe doktor Troci, një kujdes i shtuar, sepse tani me temperaturat e larta, jo vetëm që kemi rënien e tensionit për ata që nuk pinë dhe që nuk kanë fare medikamente, ndërsa për ata që kanë medikamente për tension të lartë, duhet ullur doza ose të bëhet një pauzë disa ditore me medikamentet e tensionit, sepse normalisht vetë temperatura është një acarues e sistemit nervor. Prandaj mos të çuditemi që jo vetëm të moshuarit, por edhe ne të tjerët adultët, në një nxehtësi ekstreme jemi gjithkohën të mbilodhur, jemi nervoz, pulsi dhe tensioni jon rritet, patjetër që djersitja është mekanizmi kryesor i ftojes së trupit, kështu që me djersitjen e shtuar ne humbasim dhe lëngjet dhe kriprat që siç e përmendëm, duke na u bërë dhe më të lodhur. Prandaj persona të cilët marrin tableta për tension të lartë ndonjëherë kanë kriza hipertensive që shkon deri në 200, sepse tu duhet ta theksojmë, Denisa, futet në lojë dhe shëndeti psiqik. Ne po flasim gjithkohën për trupin që është i detyruar të punojë në
vend me 20 gradë që është temperatura optimale për organizmin ton, duhet punoj me 40 gradë, pra është një stres i jashtëzakonshëm, por vjen dhe psiqika e cila këtë lloj vape nuk e toleron dhe rritet në total ankthi, depresioni, pa gjumësia, për ata që e kanë të vështirë të flenë se vuajnë nga ankthi, depresioni ose nga mosha avancuar, vapa e natës bën që mos të vën flenë fare gjumë dhe mund të imagjinoni që gjatë ditës rritet çdo lloj urgjenci mjekësore, që nga rënjet, goditjet, mbytyjet në thonjza, për shumë që shkojnë pastaj edhe në det dhe mund të ndodhen edhe aty aksidente të ujit në thonjza dhe rritet patjetër dhe probabiliteti për infarktin e zemrës, për insulte cerebrale, për tromboza, dhe kjo është arsyeja që në total, siç e përmendet dhe juve Denisa, kemi një rritje të vdekshmërisë nga vapa. Jo se vapa direkt të vret, por rrit rrezikun e sëmundjeve eksistente që çojnë në urgjenca vdekjeprorëse. Në Gjermani, për ta përfunduar, doktoresha, ka gjendje alerti apo këdijshmërie në spitale apo në qendrat shëndetësore? Po, tani është vala e dytë e vapës dhe nxehtësisë mbi 40 gradë që po e presim javën që vjen, kështu që ne kemi ndërgjegjësuar kolegët të paktën personelin mjekësor që edhe ata vetë të imunizohen, sepse e vum re në valën e parë që gjysma e personelit mjekësor u sëmurën të parët dhe nuk patëm mundësi që ti trajtonin pacientën në mënyrë optimale, sepse vetë mjekët gjerman kanë probleme me përballimin e nxehtësisë dhe mendojmë që kemi mësuar nga vala e parë që kësaj here të paktën të mos na sëmurën mjekët për të trajtuar pacientët që i presim detyrimisht, sidomos moshën pediatrike që po ashtu nga nxehtësia kalon shumë shpejt në për urgjenca, dhe mos të neglizhojmë ato 3 gjërat kryesore. Denisa e para e tha pirjen e lëngjeve rreth 3 litra në ditë, së dyti të kontrollojmë të moshuarit dhe fëmijët çdo ditë dhe së treti të evitojmë ekspozimin e drejt për drejt të diellit nga ora 11 deri në orën 5 mbasdite, mos të dalim në diell, kështu ruajmë veten nga urgjencat. Dakor, dhe vlen për çdo shtet, se nuk flasim vetëm për Gjermaninë këtu me doktoreshën, janë këshilla që vlen për çdo në këtë temperatura. Po, edhe Europa nuk shpëton nga zjarret, stuhitë dhe temperatura deri në 44 gradë që mund të arrijnë me viktima apo edhe mira familje pa energji, sikurse pa shtuar këtu më pas edhe sikletin e zjarreve. Shpresojmë që të mos kemi të tillë situatë këtë vit. Falenderoj shumë, ishte kënaqësi që ishe me ne. Punë të mbar ju uroj.